Ugur Günesh ka lindur më 10 nëntor të vitit 1987 në Ankara. Ai u rrit në një lagje të thjeshtë të qytetit në një familje të përullur dhe tradicionale. Ka një motër dhe një vëlla dhe shpesh është shprehur se lidhja me familjen e tij ka qenë gjithmonë e fortë. Që i vogël, Ugur ishte një djalë i qetë, i ndrojtur, por shumë vëzhgues. Ai nuk ishte shumë i zhurmshëm në klasë, por kishte një imagjinat shumë të gjallë dhe e pëlqente të krijonte histori në mendjen e tij. Një nga pasionet e tij në fëmijëri ishte natyra dhe kafshët, sidomos qenë dhe kuajt, të cilët më vonë u bën pjesë e roleve që luajti në serialet historike. Në adoleshencë, një mik i afërt e ftoi të ndiqte një shfaqje në Teatrin e Artit në Ankara. Kjo përvojë ndryshoi jetën e tij. Për herë të parë, ai ndjeu emocion dhe fuqinë që sjell skena dhe aty lindi dëshira e tij për të bërë aktor. Edhe pse familja nuk e kishte menduar që ai do të ndiqte këtë rrugë, Ugur tregoi vendosmëri. Ai filloi të lexonte libra, të studionte artistët e mëdhenj turq dhe të ndiqte çdo mundësi për të përfshirë në aktivitete artistike. Pas shkollës së mesme, ai vazhdoi studimet në Universitetin e Ankaras, në Fakultetin e Gjuhës, Historisë dhe Gjeografisë, ku studioi dramë dhe teatr. Ishte një student i përkushtuar dhe kërkues. Profesorët e tij thonë se ai kishte një ndjeshmëri të thellë emocionale dhe e kuptonte tekstin më shumë si shpirt njerëzor se sa si një dialog. Në një intervistë të hershme, ai ka thënë: "Nuk ëndërroja famë, doja të prekja zemrat e njerëzve me historitë që i jepja jetë, qoftë në një shfaqje të vogël teatri apo në ekran." Pas diplomimit në Universitetin e Ankaras, në degën e teatrit, Ugur Günesh nuk e pati të lehtë të hynte në industrinë e kinemas. Si shumë aktor të ri, ai përballoi vite të vështira, me audicione të pafundme, refuzime dhe role të vogla, por ajo që e bëri të dallojë ishte qetësia, shpreha emocionale dhe zëri i tij i thellë, që më vonë do të bëhej një prej tipareve të tij më të njohura në ekran. Debutimi i tij në televizion ishte në serialin Yeniden Başla, ku luajti rolin e Eriat. Edhe pse një rol i vogël, Ugur diti ta shfrytëzoj si një trampolin për të fituar përvojë para kamerës dhe për të mësuar me ritmin e xhirimeve televizive. Ky projekt ishte i thjeshtë, por edhe shumë i rëndësishëm për të, sepse ishte fillimi zyrtar i ëndrrës së tij si aktor profesionist. Pak kohë më pas, Ugur Günesh mori një rol më të rëndësishëm në serialin Benimi Çin Uzumle, një dramë me sfond social dhe romantik. Ai luajti rolin e Shiarit, një karakter i ndërlikuar me një jetë të trazuar, që kërkonte ndjeshmëri dhe fuqi të brendshme për të shprehur. Ky ishte roli që filloi të sillte vëmendjen e kritikave dhe audiencës, sidomos për interpretimin e tij të ndjerë dhe shikimin e tij që fliste pa fjalë. Në vitin 2014, ai mori pjesë në serialin muzikor dhe dramatik Urfaljam e Zelden, ku luajti rolin e Çetinit. Ky projekt ishte më shumë eksperimental për të, pasi përfshin element kulturor dhe muzikë tradicionale turke, duke i dhënë mundësinë të shfaqte një anë tjetër të vetes artistike. Gjatë vitit 2011 deri në vitin 2014 ishin vite të përkushtimit dhe përvojës, ku Ugur mësoi si funksionon bota e televizionit, bëri lidhje me regjizor, producent dhe aktor të njohur, filloi të njihej për stilin e tij të natyrshëm të thellë dhe të përmbajtur. Nuk kërkoi role protagoniste që në fillim, po për të çdo rol i vogël kishte vlerë. Në vitin 2015 do të vinte ndryshimi i madh në karrierën e tij, ku mori një rol të fuqishëm në një prej serialeve më historike të Turqisë, Turgetin Bey, në serialin Ertugrul. Ky është një prej serialeve më të famshme historike turke, i vendosur në shekullin 13, që tregon historinë e babait të Osmanit, themeluesit të perandorisë osmane. Seriali është transmetuar në shumë vende të botës dhe është përkëthyer në 10 gjuhë. Ugur Günesh u bë pjesë e sezonit të dytë të serialit dhe portretizoi Turgetin Bey, një udhëheqës luftarak, i fortë dhe krenar, por edhe një karakter me konflikte të brendshme dhe emocione të thella. Ai ishte konkurrenti i Ertugrulit, por jo i keq, një figurë që mishëronte ndërgjegjen
nderin dhe traditën. Por mos kujtoni se të jesh aktor është kaq e thjeshtë. Ai në këtë serial ju nënshtrua stërvitjes me shpata, hark dhe kalërim për muaj me radhë. U trajnua nga ekspert të historisë ushtarake osmane për të kuptuar psikologjinë e një udhëheqësi tribal. Gjatë xhirimeve, njëherë ra nga kali dhe pësoi një dëmtim të lehtë, por vazhdoi xhirimet menjëherë pas rikuperimit. Në një intervistë ai tha: "Turgetini ishte më shumë se një rol, ishte një test për forcën time fizike, shpirtërore dhe emocionale." Pas serialit Ertugrul, Uguru njoh me miliona shikues në Turqi, Ballkan dhe lindjen e mesme. Ai fitoi jo vetëm famë, por edhe respekt profesional, duke u parë si një aktor serioz dhe i përkushtuar ndaj rolit. Roli që e beri atë ikon të televizionit ishte personazhi Yelmaz Akaya në serialin Tokë e Hidhur ose Bir Zamanlar Çokurova. Yelmaz ishte një njeri i guximshëm, i drejtë, trim dhe shumë i dashuruar. Roli i tij mëshironte një burrë që përballet me padrejtësi, burg, dashuri të humbur, ndarje, sakrifica dhe një jetë që luftohet hap pas hapi. Ky rol nuk ishte thjesht romantik, ishte një simbiozë e dhimbjes dhe krenarisë, e zemrës dhe luftës, dhe Ugur e solli në jetë me një ndjeshmëri të rrallë. Seriali u transmetua në televizionin ATV për 4 sezone. U bë fenomen ndërkombëtar, veçanërisht në Ballkan, Amerikën Latine dhe lindjen e mesme. Vlerësua për skenar të thellë, muzikë të ndjeshme dhe aktor brillant. Ugur Günesh u bë një idol i ndjeshmërisë mashkullore në televizionin turk. Në serial, Yelmaz dhe Demir ishin rival të zjarrt, por në jetën reale kishin një respekt profesional të ndërsjellët. Megjithatë, disa media turke përmendën tensione të fshehta, sidomos për shkak të intensitetit të roleve dhe lodhjes nga xhirimet. Thuhet se gjatë një skene fizike pati një shkëmbim më të ashpër që përpaksa nuk çoi në ndërprerjen e xhirimeve për disa orë. Ugur Günesh dhe Hilal Altimbilik, spekulime të shumta qarkulluan për një marrëdhënie të afërt mes tyre dhe jashtë ekranit. Megjithatë, asnjëri nuk e konfirmoi, edhe pse kimia e tyre në ekran ishte magnetike. Në fund të sezonit të tretë, karakteri Yelmaz vdes në një aksident tragjik. Shumë fansa u tronditën dhe kërkuan që ai të rikthehej, por vendimi për të dalë nga seriali ishte i ndërgjegjshëm nga vetë aktori, i cili donte të ndalonte në kulm pa u zvarritur me rolin dhe se kishte nevojë për një pushim emocional pas 3 vitesh intensive. Në një intervistë ai tha: "Yelmaz ishte pjesë e shpirtit tim. Vdekja e Yelmazit ishte një nga momentet më dramatike të serialit dhe largimet janë pjesë e forcës skene. Ekipi ndaloi xhirimet për 15 minuta, sepse shumë vetë ishin me lot në sy, përfshirë kameraman dhe regjizor." Ugur Günesh tha më vonë: "Isha aq brenda shpirtit të Yelmazit, sa ndjeva sikur po i jepja lam të mirën një pjesë të vetes." Ugur ishte një nga aktorët më të përkushtuar, shpesh ndodhej në set 2 orë para të tjerëve për të bërë përgatitje fizike dhe psikologjike. Edhe pse roli i Yelmazit ishte jetik për serialin, Ugur zgjodhi të largohej në kulm. Vendimi i tij u mbaj sekret për muaj dhe vetëm pak veta e dinin që skenari po i afroi vdekjes së personazhit.